E premtja në Rogov njihet tashmë se ditë tregu. Qysh në orët e para të mëngjesit, tregu është mbushur me produkte të shumta nga artikujt ushqimor bujqësor deri te veglat tradicionale. Një nga blerësit në tregun e Rogovës tha se ka vërejtur kohëve të fundit një rënje të çmimeve në disa produkte. Gjendja tregut është shumë e mirë. Çdo sa nxirret ka treg, si ushqimore, si druna, si tanasanët. Çmimet janë kontinenta pak, e lul pak. Mish në ato sanë e lul. E mirë, po vrejtja është tregi pak rëgjo, s'ka të lashe kur. E një ndër tregtarët që takuam tha se çmimet janë të arsyeshme dhe se produktet janë kryesisht vendore. Fasul mamusha, 3 kilogramin, tazja janë. Lahna kimi me shanë 70 cent copën, 10 kg kompirin 4 euro po shkon, kungëll 2 euro copën, madhin e vendor kimi. Normal janë çmimin. Jemi kënaqur me bujqësinë. Në treg nuk munguan as veglat tradicionale të cilat siç na tregoi një nga mjeshtrit e Çiftelive, po tërhiqën gjithnjë më shumë vëmendjen e blerësve. Ka dhe shumë që i binë, ka dhe shumë edhe që kënojnë. Rallën e kërë thët veç me lanë me virë. Ata që thonë, po dhe me virë nuk kam se pas mja ushit. Kam se bile me i ra mu knaqë me ta kjo, për mu knaqë, kjo është vegën tradicionale, edhe nuk i hub vlerë akur, as kur si ka hub. Në mesin e tregtarëve ishte edhe një i mushuar që ruan traditën muzikore. Ai na tregoi se dashurinë për muzikën e ka trashëguar që në fëmijëri. E qysh pi 5 vjetëve, une kom nis miroj shtërmen, mas pori kom nis me bisnica. Pi 5 vjetëve kom nis. Edhe atyra mas, une vetë pypët, vetë i kom ndresh, vetë i kom qitë dërgjen. Këto i shtërmendet, shakia, qetelia, këto i kemi pas, qysh kur i mble, une i kemi pas në sobë, që i kanë pas edhe baba o gjaj. Edhe jemi familje shejt, po marak edhe në muzikë. Edhe e kem si tradit e kem. Hala unë i frinë aty në frimore. I frinë fyllit, kavallit, këtëve. Frimore i frinë. Këtyne ka pak i bi, po i më konë marak ligë, më konë shumë. Disa nga blerësit prapa kamerave thanë se produktet e njëjta kishin çmime të ndryshme në treg.